e ke shpall divorcin në 17 vjeçar me Klan Kosovën, a ke mendu ku ki me vazhdu karrierën, dhe a ke me vazhdu në Kosovë, a ke me vazhdu jashtë dikun, a ke me vazhdu prap në gazetaria, ke me ndru profesiona, çka ke me bo zotri? Se i na mësu me të po kështu në orare të rregullta. Unë jam të pushu, gjithmonë. që më tregu drejt, jam të shfrytzu një periudhë relaksi psikologjik. Jam të pushu sepse kur punon në media, rrallë ke mundësi me pushu gjatë. Kësaj radhe unë prej fillimit marsit, ose ndoshta për javës 2 të shkurtit, jam të pushu, vendosa edhe marsin me pushu, edhe prilin kësaj radhe vendosa me pushu. Varet që shkon edhe gjiroja 4 të Superligës, ko mundësi pushon edhe në maj. Jam në negociata me 3-4 televizione, jo vetëm këtu, por edhe në Shqipëri. Është fat i madh që edhe atje vlerësohemi shumë ne si profesionistat Kosovës. Po ashtu edhe në dimensione tjera, jo veç në gazetari, natyrisht unë jam i lidhur shumë edhe me sportin, jam i lidhur shumë edhe me muzikën. Ka mundësi që kësaj radhe do të vendosim me qenë pak më shumë dimensional, jo veç mu fokusu tek një pjesë. Inshallah është ajo që po mendoj ne. Kështu që ta shohim, domethënë, unë mendoj që prej majit do të vendosi ku do të vazhdoj karrierën si në aspektin e gazetarisë, po natyrisht edhe në disa dimensione tjera që pilo pak më smish prej.